Komisioni Zonal Zgjedhor numër 83 do të organizojë procesin zgjedhor të 11 maj në 3 njësitë administrative të Bashkisë Dropull, në Dropullin e Sipër, Dropullin e Poshtëm dhe në Pogon. Anëtarët e Komisionit Zonal Zgjedhor numër 83 këto ditë po merren me verifikimin e qendrave të votimit. Gjithashtu, po bëhet edhe verifikimi i listave. Në krahasim me zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021, në territorin e Bashkisë Dropull do të ketë një qendër votimi më pak. Në KZ-n e Dropullit, nga 37 qendra votimi që qenë, si vjetë janë 36, një fshat, domethënë siç e ka dhe ligji që ka më pak se 300 votues, edhe ky fshat në fshat që në ftinj do votoj. Njëkohësisht, në të gjitha fshatrat e Dropullit të Pogonit, tashmë janë afishuar listat përfundimtare të zgjedhësve. Listat e zgjedhore kanë ardhur, kanë filluar që ato të afishohen në çdo qendër votimi, janë kontrolluar qendrat e votimit që të jenë të rregullta, me dritë, me kështu. Nuk kemi në një ndërim nga vendi, domethënë janë ato qendrat e votimit ku kanë qenë në zgjedhjet e mëparshme. Sipas listave përfundimtare, numri i votuesve të regjistruar në Bashkinë e Dropullit arrin në 18.829, pa përfshirë emigrantët që janë regjistruar tek platforma e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kanë fituar të drejtën e ushtrimit të votës nëpërmjet postës.